Ju përshëndes edhe një herë në pjesën e dytë të programit Teja te ne. Do t'jemi bashkë deri në orën 13. Kemi qenë një shoqëri e mirë, besoj, për ju, duke nisur nga ora 10:30 dhe vim çdo ditë në ekranet tuaja nga e hëna në të premte për të sjellë shumë materiale, për të sjellë shumë të ftuar, për ta bërë paraditën tuaj më argëtuese, por gjithashtu informuese dhe edukuese. Do të flasim tani në këtë pjesë të dytë për një moment shumë të rëndësishëm të këtij programi, që është pikërisht ai manuali të sjelljes. Do të ndjekim fillimisht sigletën dhe më pas me të ftuarën në studio. Në manualin e sjelljes sot ne do të flasim për kakofoninë e fjalëve, do të flasim për respektin që krijojmë ndaj njëri tjetrit në komunikim. Si duhet jetë një komunikim korrekt, si duhet jetë një komunikim ku ti e evidenton tjetrin, e respekton atë, i respekton fjalën dhe mendimin pa e ndërprer. Do të jetë me mua sot psikologja klinike Eksena Qirici. Eja Eksena. Faleminderit që je këtu sot. Shumë faleminderit. Të falenderoj shumë që e pe të udhës të jesh sot pjesë e programit tonë. Afrohemi pak më afër, të lutem, për të folur edhe për të dhënë disa mesazhe të rëndësishme për sa i përket komunikimit. A kemi nevojë ne si shoqëri për disa këshilla më shumë në raport me komunikimin dhe mënyrën se si duhet ta kemi atë të saktë dhe korrekt? Unë ju falenderoj se si eksperte që dëshiroj të përmirësoj çdo gjë në raport me njeriu, e shoh komunikimin një nga vështirësitë më të mëdha në shoqërinë tonë. Dhe e folur në këtë lloj mënyre, mendoj që do t'japi një mesazh me vlerë. Ju falemnderit shumë. Faleminderit ty. Ne kemi gjithashtu edhe Esta Papën, gazetaren tonë, dhe gjithashtu Janën, të cilat do të sjellin sot një situatë, më saktë dy. Një situatë e cila do të jetë situata jo korrekte, që ne do ta ndjekim tani, dhe më pas do të shohim edhe situatën korrekte, por do të shohim inskenimin e parë, situata jo korrekte. Unë mendoj që rrjetet sociale ka një efekt të mërshëm ndaj të rinjve sot. Të mërshëm? Po, patjetër. Po, se sa ashtu e kanë. Patjetër, po që po, kanë bullizim aq shumë ndaj të rinjve. Po, bota ka evoluar. Ne kemi 2000 vite pa rrjetet sociale. Ky ishte komunikimi jo korrekt. Një koment, unë kam përshtypjen, apo është përshtypja ime e gabuar, që është ky lloj komunikimi më i shpesht që na ndesh të dëgjojmë për fat të keq. Është e vërtet, edhe ka nevojë të analizohet se nga e ka burimin, edhe përse ne kemi arritur si kulturë në këtë lloj përfundimi. Edhe pse është i trisht, e rëndësishme është kuptojmë nga ku ka nisur, pra kjo sjellje, dhe sa e dëmshme është, dhe në fakt nuk është komunikim. Pra është thjesht ushtrim presioni, është një dëmtim psikologjik dhe nuk komunikon. Dhe për më tepër bën që njerëzit sot, kur kërkojnë shërbimet tona, është të dëgjohen deri në fund, të flasin sa më shumë. Pra kjo ka bërë që njerëzit të kenë nevojë të flasin shumë, sepse nuk dëgjohen në atë lloj mënyre që të kuptohen. Sepse këtu nuk ka kuptim, nuk ka dëgjim, dhe automatikisht misioni i komunikimit nuk është kryer. Nuk është kryer. Do të shohim tani skenimin e saktë. Unë mendoj që rrjetet sociale kanë një efekt shumë të keq ndaj të rinjve. Të keq më duket shumë negative. Rrjetet sociale i shoh më tepër si një gjë pozitive. Jo, personalisht mendoj që ka shumë bullizime online sot, edhe këto gjëra vijnë më shumë nga rrjetet sociale. Me kalimin e kohës besoj se do censurohet edhe do ketë më shumë rregulla dhe do bëhet një gjë të rëndësisht pozitive. Tani bota ka evoluar dhe me rrjetet sociale promovohemi si duam ne. Unë nuk e mendoj kështu, por e respektoj opinionin tënd. Gjithashtu. Bukur, komunikimi që duhet të jetë korrekt, komunikimi që duhet na karakterizojë të gjithëve. Eksena, do të ftoja të ulesh në stol bashkë me vajzat. Edhe Esta, nuk e di nëse e ke ndjer shpeshherë veten në situata të tilla ku komunikimi nuk ka qenë ai që ti ke dëshiruar apo ke pritur nga personi që ke pasur përballë. E kam ndjerë dhe fatkeqësisht e kam bërë dhe vetë këtë gabim dhe duke gabuar vetë, kam mësuar që ndonjëherë neve nuk dëgjojmë për të kuptuar, por dëgjojmë për të folur. Shumë e rëndësishme që ta respektojmë personin që kemi përballë, edhe ta dëgjojmë për t'i dhënë një mendim realisht atij personi dhe jo ta dëgjojmë dhe mezi të presim që ai personi të mbarojë, vetëm që ne të marrim radhën për të folur pastaj. Jana, pse ndodh kjo lloj kakofonie, pse ndodh kjo lloj mbivendosje, ku ne i mbivendosemi tjetrit në mënyrën që flet dhe komunikon? Kemi nevojë ne të evidentohemi, të dukemi, të themi fjalën tonë, të jemi të dëgjohemi,
apo është kjo një pjesë e edukatës sonë për mënyrën se si jemi rritur edhe çështja e temperamentit? Unë mendoj që Esta ka shumë të drejtë dhe gjithashtu mendoj që respekti që kemi neve këtu në Shqipëri është shumë ndryshe nga ai që mund të jetë për shembull jashtë. Pra, respekti që duam neve këtu, neve e kërkojmë me zor, nuk e meritojmë atë, flasim mbi njëri tjetrin sepse mendojmë që kjo gjë ushtron respekt ndaj të tjerë dhe ajo lloj force të jep këtë lloj respekti. Kemi dhe dëshirën e madhe për tu imponuar tek tjetri. Nuk duam që ai tjetri të na dëgjoj dhe të na kuptoj dhe të na ndjej, se i ndjeri është një shkallë më lartë se i dëgjuari dhe i kuptuari, por duam t'i imponohemi dhe t'i bëjmë tatuazh mendimin tonë. Zonja Qirici, jo më ko t'i pyet atë dyja vajzat për të kuptuar disi më shumë edhe nga sa ato do të thoshin. Çfarë problemi është? Është problem në mënyrën se si kemi edukuar brezin e ri, jemi edukuar ne, apo është problem, nëse do të mund ta quanim probleme, pra është nevojë evidentimi e të rinjve sot për të folur me një tonalitet të lartë zëri, për të mbivendosur, mbase edhe për të t'imponuar mendimin dhe për të mos ta respektuar atë. Komunikimi është aftësia më e lartë e njeriut për të transmetuar një ide. Por, ndërkohë është dhe aftësia që na nxjerrë në pa mendimin, mënyrën se si jemi rritur, se si e kemi zhvilluar këtë nevojë. Është nevojë shumë thelbësore që njeriu të flasë. Të flasë në ato lloj mënyre që të kuptohet. Sigurisht ka mendoj një krizë në mënyrën se si jemi rritur dhe çfarë kërkon realisht njeriu i sotëm. Pra, nëse ne jemi rritur me idenë si fëmijë pusho, mos fol se ti nuk di, se je i vogël, kjo ka bërë që tek ne të zhvillohet një pamaftueshmëri e të folurit në ato lloj mënyre që të kuptohesh. Dhe pra shko sa sot të rinjt, por e të rriturit që janë model për të na treguar se si duhet folur, po tregojnë që nuk janë dëgjuar mjaftueshëm dhe automatikisht nuk po dëgjojnë. Dhe të rinjt sot atë janë duke treguar dhe duke kërkuar. Të lutem, më dëgjo deri në fund. Pra është fjalia që në çdo debat, por edhe në rrjetet të ndryshme komunikimi, njerëzit e thonë të lutem më dëgjo deri në fund të më kuptosh. Dhe thotë që ka një gjë që nuk shkon në mënyrën si ne dëgjojmë, shpesh dëgjojmë për të kundërshtuar, për të ofenduar, sepse kjo vjen nga vuajtja që ne kemi patur për të mos folur ashtu si ndihemi, se është shumë e rëndësishme të flasësh ashtu si ndihet. Edhe njerëzit kur kërkojnë ndihmë psikologjike, e shprehin si nevojë që të flasin ashtu si ndihen vërtet, pa u detyruar ta transformojnë, ndoshta edhe të gënjejnë për mënyrën se si ndihen, sepse ne jemi kulturë që duhet të flasësh në ato lloj mënyre që të mos bësh gabime. Ne jemi qenie njerëzore. Po kemi të pamundur të mos bësh gabime. A deformojmë disi karakterin tonë nëse nuk shfaqemi ashtu si duhet, nëse nuk komunikojmë dhe nuk shprehemi ashtu si ne duham. Ne shprehemi ashtu si bashkë biseduesi që kemi përpara na imponohet apo na e kërkon. Çfarë ndodh me individin së brendshmi? Sigurisht, nëse je fëmijë, do mundohesh të flasësh në fillim ashtu si ndihesh. Dhe nga reagimi që thonë sot të rinë në raport me prindrit, për shembull që janë dëgjuesit kryesorë dhe thelbësor, tregojnë që në përgjithësi komunikojnë ashtu si duan prindrit të dëgjojnë. Që do të thotë automatikisht komunikimi është përgjysmuar dhe nuk është i vërtetë. Dhe do të thotë që prindi krijon një imazh jo të saktë, jo të plotë mbi fëmijën dhe i krijon mundësinë fëmijës që e vërtet, pra të krijoj një personalitet, të krijoj një imazh apo të krijoj një formë tjetër të vetes e cila përshtatet me shoqërinë dhe komunitetin. Prandaj ne sot kemi shumë vështirësi dhe themi që po, njerëzit duken si me dy fytyra, themin ne, sepse në një ambient duken të sjellshëm, përpara për shembull televizionit, të gjithë dukemi të sjellshëm. Ndërkohë në të përditshmen, ku një gjë na irriton, ku një gjë nuk shkon ashtu si duhet, ne shfaqim një pjesë tjetër të komunikimit. Dhe ky dyzim, pra mënyrash komunikimi, bën që ne të jemi më pak të respektueshëm, më pak të besueshëm dhe pastaj ulet cilësinë e komunikimit. Si duhet jetë mënyra se si duhet të komunikojë një prind me fëmijën për ta edukuar dhe për ta çuar gjuhën e tij të komunikimit aty ku duhet, që të jetë korrekte, edhe që të jetë gjithashtu e vlefshme për të gjithë vitet që do ta shoqërojnë më pas. Ju thatë pak më parë që ne shpeshherë themi jo, mos pusho, mos fol, do të flasësh kur të t'jap leje unë. A janë base këto disa forma të gabuara, arkaike, deri diku,
për mënyrën se si po ecën edhe se si po evolon sot edhe shoqëria, apo jo të gjithë ndoshta kanë prehtësim për ta kuptuar e për ta vënë në zbatim? Mendoj që çdo njeri nëse ndalet pak ka mundësi të kuptoj efektin e komunikimit. Pra e rëndësishme është që çdo prind të ndalet në një moment dhe të kuptoj çfarë efekti komunikimi kam unë mbi fëmijën tim. Pra nëse unë i bëj moral, pra si e kuptoj fëmija im moralin, pra është kjo mënyra se si unë po ja transmetoj vlerat që dua që të transmetoj, ne shpesh flasim pambarimisht pa kuptuar çfarë efekti ka ajo çfarë je duke thënë. Dhe në përgjithësi fëmijët e sotëm mendoj që janë një lexues më i mirë i prindërve se sa prindrit në raport me fëmijët e tyre. Dhe ky besoj është një moment shumë i rëndësishëm që ne të gjithë si shoqëri, edhe ndoshta ne si profesionist, por çdo kush që merr guximin dhe përgjegjësinë profesionale të flasë dhe të komunikojë një mesazh, duhet ta mendoj se çfarë efekti ka mbi shoqërinë. E folura shpejt. E folura thjesht ta shkarkoj unë atë që kam unë së brendshmi, të mbaroj unë punë, kjo është e njanshme. Pra nuk krijon komunikim. Ti thjesht mendon që ke kryer detyrën tënde si rritur apo si prind dhe kaq ka mbaruar. Vide nga një eksperiencë pra e freskët fare, kur më thuhet pra një ngjarje e cila në shumë fjali të rëndësishme që tha vajza, ishte që nuk ja them dot prindit këtë situatë sepse do të më ndëshkojnë. Pra ne shpesh flasim për të ndëshkuar. Dhe kjo mendoj që është faktori kryesor që dëmton komunikimin. Sepse duke ndëshkuar, ti fajson, duke ndëshkuar, ti ndërpret zhvillimin e fëmijëve në raport me komunikimin. Nga puna juaj në përditshmëri me pacientë të ndryshëm që vinë edhe bëjnë pjesë të terapive të ndryshme, a e vë re si një fenomen i cili është shqetësues edhe po bëhet mbase gjithmonë edhe më shqetësues, apo është një fenomen i cili vjen disi duke u zbehur? Çfarë ke vënë re? Sigurisht që fenomenet vinë në rritje për shumë arsye. Aty kanë qenë, por sot krijohen mundësitë për komunikuar dhe ky është një aspekt pozitiv. Që janë në rritje, po janë në rritje sepse dinamika e shoqërisë, e familjes ka humbur shumë vlera njerëzore, të cilat ndihmojnë që ne të komunikojmë dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin sa më mirë. Dhe sigurisht po them që janë shtuar dhe ajo çfarë mua më të vishton profesionalisht është fakti që thuhet shpesh që askush nuk më kupton ashtu si më kuptoni ju, askush nuk më ka dëgjuar në këtë lloj mënyre mbështetëse, pra edhe nëse është duke thënë diçka jo pozitive, kjo tregon pra që në komunikimin ton edhe të mëparshëm, ka patur mungesë faktorë shumë të rëndësishëm mirë kuptimi. Ne sot jemi një kulturë që keq kuptohemi. Duke mos dëgjuar deri në fund, kapemi në fjalë kyçe, të cilat kanë tendencën për të shkuar dhe atyre fjalëve që janë ofenduese, sepse ne e përdorim në komunikim, dhe komunikimi bëhet keqorientuar, bëhet kaotik dhe automatikisht ne shkojmë dhe në... Po a mundet ta shpëtojmë dhe si? Sigurisht. Edhe në raporte shoqërore, ashtu si kurse Esta inskenoi bashkë me Janën, kur bashkëbiseduesi që ke përpara nuk të dëgjon, do vetëm të flas ai, do vetëm të thot ai mendimin e tij, ndërkohë që ti duke dashur e ta respektosh, qëndron në heshtje. Deri ku duhet shkojë edhe kjo toleranca? Nëse më lejon me që ma dhat mundësinë për të improvizuar. Po, edhe nëse ke ndonjë pyetje për vajzat, jemi në qëllimin që kishte ju në mendjen tuaj, në momentin që realizuat një bashkëbisedim konfliktual, dhe çfarë vendoset në momentin e dytë të hiqni nga ky konflikt emocional dhe konfliktual në situatën e dytë që tentuat të mirëkuptoni njëra tjetrën. Unë besoj se komunikimi si fillim është edhe art, edhe kultur, edhe edukat. Që unë dua ta perfeksionoj dhe ta përcjell. Prandaj krijoj dhe këto situata që vinë nga përditshmëria jonë, vinë nga jeta jonë, dhe ajo që ndryshoi ishte shpejtësia e të folurit. Në pjesën e parë ne tham të njëjtat gjëra, ne tham dy mendime të ndryshme, sepse bota është e larmishme, ka mendime të ndryshme, dhe të dish të pranosh një mendim të ndryshëm nga mendimi. Po, nuk e pranuat njëra tjetrës, nuk ja pranuat, sepse ti tentoje të flisje, Jana tentonte të përgjigje, dhe kjo është deri diku një mos
mos e respektim i të dyjave, ju flasim në variantin e parë. Në fund e respektuam ekzistencën e mendimit ndryshe nga mendimi janë, por nuk e ndryshuam mendimin tanë. Do me thënë, ne mund të qëndrojmë ato që jemi, duke respektuar të ndryshmen nga ne. Shumë e bukur. Gjithsesi, ajo që ndryshoi ishte vetëm shpejtësia e të folurit. Po në jetën reale, gjatë rrëfimit, cilësove që edhe në jetën reale të ka ndodhur. Pra, ka një kusht social që e shtyn njeriu pa që të detyron ty të konfliktohesh apo të dominosh me mendimit e tjetrit? Po, është emocioni, është pasioni, është dëshira për të dashur për të nxjerrë jashtë vetes ato që kemi brenda, edhe se kur flasim në një mënyrë na zgjidhet ajo nyja, ajo rrëmuja që ne kemi në kokë, kur ne flasim lëshohet si një fije dhe e nxjerrim jashtë ndoshta ndjenjë konflikti emocional i brendshëm, pra shumë nga mungesat tona të paplotësuara, që mbeten pikërisht e konfliktet emocionale, bëhen pjesë të komunikimit. Dhe këto janë, si të thuash, faktor shumë të rëndësishëm që e pengojnë komunikimin cilësor. Zonja Qirici, të falenderit shumë për këshillat që ndave me ne, falenderit shumë edhe Estës, gjithashtu edhe Janës, besoj këshillat të vlefshme për ta pasur komunikimin ton korrekt edhe mbi të gjitha të dëgjojmë atë të shfarthuet, të dëgjojmë bashkëbiseduesin që kemi përballë, të mos ta fyejmë e ta respektojmë mendimin e gjithë secilit. Kalojmë në një moment tjetër, gazetarja Esta Papa do të vijë herë, por ndryshe është në rrugët e kryeqytetit për të sjellë një stil të bukur. Ndiqeni.